Bia e nënës. Nuk do ta falë kur baban tënd. Nuk do ta falë kur që të ka shkaktuar këtë turp ty. Mbledhe gjërat e tua dhe ktheu në shatin tënd. Çfarë? Xhaxha jo. Jo, Xhaxha, të lutem mos e bëj. Çfarë do të thotë mos e bëj? Xhaxha. Unë ju thash se nëse burri juaj dënohet, ju do të ktheheni në fshatin tuaj. Ai vdiq para se të dënoj, por e pam se ai është fajtor. Por unë nuk bëra asgjë. Nuk jam unë në ato video. Nuk kam bërë asgjë unë. Xhaxha. Ti mos u përzi. Po të ishe i sigurt se ishe ti, do të kisha dërguar në burg, e jo në fshatin tënd. Nuk kam besim tek ti. Vajza ime ka drejt. Ti nuk ke punë në këtë shtëpi. Ha? A do ta lini amanetin e vëllait tuaj vetëm sepse vajza jote e do atë? A është ky principi yt? Për cilin vëlla po flet? Për atë që shiti vajzën time? Ha? Do të më nxjerrësh nga shtëpia mua, do ta vendosësh Barbarosin, djalin e Shelinit që ju mori vajzën nga djepi. Barbarosi po martohet me vajzën tënde për trashëgimin tënde. Prandaj vajza jote po përpiqet të më dëboj mua në rrugë. Qepe në zmie, tani qepe! A nuk theve ti se nuk ka vdekje sekuenciale në familjen tonë? Por shiko përsëri ndodhi. Vëllai yt shkoi para teje. Por këtë herë nëse Zoti jep vdekjen sekuenciale, ju do të shkoni para vajzës suaj. E gjithë trashëgimia juaj, gjithë shka që posedon ti, pronat e tua, do t'ju lihen të gjithë atyre barbarosit dhe zogjve të rrugës. Ky është problemi i tyre, e kupton? Ata po përpiqen të marrin nga trashëgimia ju pollu. Mjaft! Gjarpër! Larma! Ti mos gënje tani, qepa gjuna dhe helmuese! Dil nga shtëpia jon! Dil tani, shporu! Hyma! Hyma! Unë dhe ti jemi e ju pollu, mos e në vlerëso! Hyma! 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 Mos t'i ndalo nën. Hyma! Nën. Hyma! Nën. Nën. Hyma! Nën. Hyma! Hyma! Dil nga shtëpia ime, dil! Djall! Gjarpër, helmues, dil jashtë! Dil nga kjo shtëpi! Tasin! Fute në makinë dhe dërgoj në fshat! Nuk dua! Unë do të shkoj vetë! Ajo ende po fol! Dil! Nëse nuk kthehem, mos të më quajnë mua Nazmie! Nëse nuk kthehem dhe ju përzet të gjithve nga kjo shtëpi, mos më quajnë mua Nazmie! Shporu! Tasim, mbyllë derën tani dhe dërgoj! Nëse nuk kthehen të mos më quajnë Nazmie. Nëse nuk kthehem të mos më quajnë mua Nazmie. Nëse nuk kthehem të mos më quajnë Nazmie.
Gylajshe? Mirje e bukura ime? Ma mungon motra ime ditët që erin të këtu. Ja po vjen papuqja! Ma mungon me të vërtet kur në ndjekte me shapkat e saja në dorë. Kur mendon se do të mund të ecë? Në kohë sa më të shkurtër, ajo do të ecë. Do të ketë një udhëheqës hallaj në dasmën tonë. A kaq shumë kohë do të marrë kjo? Çfarë do të thuash që duhet kaq shumë kohë? Çfarë dëshiron të thuash ti? O Zoti i madh, ti do të më merrje mua? U dorëzove? Po mos varit apo po më mashtron? Cila? E ti dole naiv, çfarë duhet të bëj unë? Nuk është për shkak të naivitetit. Është nga dashuria. Njerëzimi pra, beson atë që shpreson. Fjalë të përzemërta nga Barbari Denj, të përshtatet. Nëse është e nevojshme, askush përveç teje nuk duhet më përshtatet. Ti e pikërisht ai që po kërkoja. Le të martohemi me tasëm tani. Gylajshe? Po sikur të marrim një angazhim tani. Pra, a mund ta shtyjmë dasmën pas disa muajsh? Nëna ime... Patjetër, Barbar, është ende një funeral i ri. Është shumë e re. Të presim pak. Erdhën vëllezërit e mi? O Zot, o Zot. Vëlla? Qoftë për të mirë. Nga dal nga këtu? Motor? Në rregull, faleminderit miq. Hajde. Hajde ta drejtojmë pak Merxhanin. Në rregull. Në rregull, të shohim. Hajde, përsëri. Në rregull. Faleminderit. Faleminderit, vëlla. Faleminderit. Shërim të mbar. Motra ime. O, zemër. Vlla, Merxhani e cila do të bënte terapi fizikale në spital, çfarë ndodhi? Pse keni ardhur? Po, me të vërtet, pse u larguat ju? E po, çfarë të them tani, kam një shok fizioterapist. Ai do të vi këtu 3 ditë në javë. Do të bëj terapit këtu. Me të vërtet po thua? Aha. Mbret, mete, mbret. Për besti e një mbret, vëlla mete. Barbar, ajde ullu ti, do të flasim me ty për diçka. Mendoj gjykata ku do gjykojmë për ndalimin tuaj për pëlqimin tuaj është javën e ardhshme. Dhe mbase ata marrin një vendim. Çfarë? Do të shkosh në burg javën e ardhshme? Por sa kohë? Varet nga gjykimi. Prokurori më tha, të paktën 1 vjet dhe më shumë 3. Ma vjen shumë keq. Barbar, ma vjen shumë keq. Vlla im, kjo është arsyeja. Dua që të shoh motrën time nuse para se të shkoj në burg, Barbar. Unë duhet të ta lë në besim dhe pastaj të shkoj. Barbar, ne e dim që nëna jote nuk ka kaluar shumë kohë. Pra duhet të presim pak. Kështu nuk është e përshtatshme. Ne menduam që... Jo. Ju keni menduar shumë mirë. Nuk ka nevojë të presim në një kohë të tillë. Nëse nëna ime do ishte gjallë, ajo do dëshironte kështu.
Pra, çfarë thua, zonja Nuse? A thua po? Mirë atëherë. Hajde na bëj çaj atëherë. Të flasim se do ta bëjmë dasmën. Me të vërtet. Vërtet. Hajde, na bëjmë nga një çaj. Baba i Gylashës po thret. Babaj. Alo? Në mëngjes do të vish në kompani? Përse? Do të tregoj diçka shumë të rëndësishme. Unë e bash ato që duhet ta shihja. Bi, mendoj sikur dua diçka nga ti për herë të fundit. Në rregull. Faleminderit, faleminderit. Atëherë do të vi të marr. Jo, unë do të vi vetëm, nuk ka nevojë. Mirë, kështu qoftë. Po të pres. Daja? Mbesa ime? Mua më përzun nga shtëpia? Ky çfarë po bën këtu? Edhe gruaja e tij e dëboi nga shtëpia. Po përpiqemi të kuptojmë se si ka dalë ai incizim. Por unë do të kthehem. Unë do të kthehem dhe do të blej shtëpinë dhe kompaninë e tyre. Akoma nuk e di si do ta bëj, por unë do të kthehem. E njoh mbesën time unë. E di unë. Gjithë se si eja, hip në makinë, mos u ndal ashtu eja. Eja tani. Nuk mund të them që të vish me mua. Unë do të pres këtu, Gylajshe. E ke telefonin e Sabitit me vete? Nëse ke ndonjë problem, më telefono. Unë do të bastis këtë vend dhe do të trembej. E shoj se dhe ti e mësuar mirë, ha? Çfarë duhet të bëj bukuria ime? Nuk mund të ngopem duke të rrëmbyer.
Mirë, hajde po iki unë. Mirë. Urdhëroni. Mirë se erdhët, zonja Lara. Urdhëroni. Ah, Xhaxha Nizam. Ah, mërë. E kuptoj plotësisht çfarë përpiqesh të bësh. Zonja Lara, mirë se erdhët. Përshëndetje. Mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Zonja Lara, mirë se erdhët. Më vjen mirë që të shoh këtu. Urdhëro babait po të pret. Në rregull, faleminderit. Ju lutem. E largova në zvinjën nga shtëpia. A do të vish në shtëpi tani? Duhet t'ja marrësh zemrën Barbarit. Le të hyjmë brenda. Dizajnet e nënës tënde. Dhe në atyres, puna e saj e fundit e pa përfunduar. Do t'i shikojsh? Jep ti në lëkundje. Ti frymësove në nënën tënde. E di pse nuk e prisha këtë dhomë? E dija se një ditë do të vish. Do të ulesh në atë karrikë që nëna jote e la bosh, që ta përfundosh të vizatim të pa përfunduar. Dhe unë do të ulesha atje. Do të shikoja se sa mire bën punën tënde. Baba, përse më kërkove mua? Do të tregoja se ku i përket babi. Doja që të merrje respektin që meriton. Shik se çfarë shtyn pas me dorën tënde.
Unë nuk mund të ashtu diçka që nuk e kam. Bij, hëna ime. Kjo kompani është e drejta jote nga gjaku ytë. Çdo cep i kësaj kompanie është yti. Të gjithë ata që të përshëndeten, ata janë të gjithë punonësit tuaj. A me të vërtet dëshiron të më shohësh këtu? Shumë. Edhe unë dua. Ma djekush nuk do të donte? Unë të studioj dhe të mbaroj shkollën në të njëjtën kohë. Nga njëra anë të fitoj para. Edhe do t'jem rehat. Edhe do t'i bëj fëmijë të rrugës të rehatshëm të cilët nuk janë aq me fat sa unë. Ju mund të ushqeni dhe pini sa më shumë fëmijë që dëshironi. Pikërisht. Baba im në njërën anë, vëllezri dhe motra ime në anën tjetër. Pranë meje njeriu që e dua. Dhe kështu do t'jem vajza më e pasur në botë. Por nuk mundem pra. Sepse ti vetëm mua më do. Unë do t'ju them çfarë, në rregull. Do të kënaq vëllezërit tuaj, motrën tënde dhe ata gjithashtu. Barbari? A do t'ja fitosh zemrën e Barbarit? A do të më lejosh që të martohem me ta? Lara, shiko. Ti the që të nxjerr Nazmije nga shtëpia, tani a duhet t'i jap vajzën djalit të Shirinit? Është e pamundur. Baba, para se të pranosh ti Barbarin, pa e pranuar të njeri, unë nuk dua as që të vetme nga ti. Më vjen keq. Kur nuk kam ndaruar për një fëmijë të tillë. Të mos ketë fëmijë të tillë. Gylajshe? A je mirë? Gylajshe? Hajde të ikim të marim datat e dasmës. Gylajshe, çfarë ndodhi? A je mirë? Një fëmijë të tillë. Më mirë të mos ekzistoj, tha. Tani që të dy kemi ngelur pa nënë dhe pa baba Barbar. Hajde të shkojmë dhe ti martojmë këta dy jetim tani. Hajde. Ju bëf mirë, dëshironi diçka tjetër? Jo, faleminderit. Punë të mbarë, zoqët e zjarit. Faleminderit dhëndër. Mirë se erdhe. Mirë si u gjeta. Çfarë po bën? Mirë, ju çfarë bëni? Mirë, hajde bëj dy çaje dhe të thejmë barrën në dy fjalëve. Dhëndër? Largohu që andej, unë jam dhëndër. Dhëndorët nuk bëjnë biznes. Dhëndër Barbar. Kunati im sabit. Përshëndetje,
Shëndetje. Ç'bët? U rregullua zyrtari dasmës? E bëra. A i vjen nesër në 2. E Gyllajshja ku është? Këtu jam. Eja vajza ime nuk do të mbetet fustan usërie. Përse të mos ketë? A është aty tregu i mbrëmjes? Në rregull, po vi tani. Vlla, eja me mua ti. Ju bëf mirë? Punë të mbarë. Ne mirë presin prap. Vlla, gjyqi ytë është pas nesër. Fola me Saren. Me sa duket, çështja funksionoi, kështu tha gjykatësi. Jini të vetëdijshëm. Të falenderoj, barbar. Njeri tani neve na kam mbetur vetëm një ditë e lirë për vetë sot. Falenderit për Zotit, Zipkin. Fal Zotit. Fal Zotit për çfarë jetë e bukur. Bëjmë dasmën e vajzës që do të shkojmë në burg për mbajtjen e saj pa pëlqimin e saj. Për më tepër ajo vajzë ju zgjedhi juve në vend të babait. Por tani do të mbetet edhe pa ju. Zemra ime, a që ndonjëherë një vajzë që shkon të kërkoj fustan në usërie? A qajnë ndonjëherë? Nuk qajnë. A, po mbytem tani? Hersh vajzë, mbytu. Çfarë do të ndodhë nëse mbytesh? Zipkin. Ama, po shiko vëlla, lidhoj diçka këti. Ali? Motor Hajere? Nuk do të bësh asgjë, apo jo? Nuk do dal asnjë telash. Mos fol shumë tani. Zbrazi bagazhin e makinës. Ka edhe diçka në të. Hajde. Motra Gjere, qëfar po bëni? Qëfar janë këto? Aman, qëfar do të bëja? Mendoni të martoheshit të ditë, pa njeri pranë juve? Të vetmuar ashtu? Si mendon? Hajde, zbraze tani. Ali, Zipkën, Sabit! E jani, tani ndihmoni Barbarosit, shkarkoni makinën. E jani! Erdhe? Nuk do të vija? Shpirti e dashur e ime. Hajde. Ka dhe dhuratën e derën e pasme. Dashuria ime. Mirë se erdhe, zonja Haxher. Mirë se u gjeta, Gjanovajs. Si jeni? Mirë, faleminderit. Urdhroja brenda. Prit, motër, prit. Sili tani, vendosni këtu. Zonjusha Haxher, është turp të pyesësh për
Çfarë janë këto? Fëmija im, a mund të bëjt një dasëm pa i sjell djalit një boqë në krah të vajzës? E po motor Haxhere, si e morët vesh këtë, prej nga e mësuat? Unë e telefonova hallën. Ajo, mu lajmërua, edhe më tha se do të martohem. Vlezërit, motra ime, janë gjithmonë me mua. Por Barbarosi nuk ka njeri, tha ajo. Ajo tha do t'i eshti me të, kështu që unë erdha. A u zemërove me mua? Jo, pse të zemrohem? Zonja Haxhere, pse u mundove, nuk kishte nevojë. A është e mundur kjo? Sa është përpjekur Shirini, ashtu edhe une. Ti zëvendësove e fëmijën tim të humbur, birim. Unë ty të kam rritur. Tani po të më lejosh, dua të jem me ty në dasmën e vend të nanës tënde. Çfarë leje, motra Haxhere? Djalim. Faleminderit, motra Haxhere, faleminderit. Hajde të shohim, hajde. Në këto dhurata, ana e djalit ka dhurata për anën e vajzës. Si pas ti të gjithë do të vishe në dasëm. Zonja Haxhere, ne nuk mund të pranojmë këtë gjithsesi. Çfarë? Çfarë do të thuash nuk pranojmë dhurata? Ju nuk dini të asgjë për zakonet? Zakonet që di unë nuk përputhen me zakonet tuaja. Ik tani. Ajo, po krenohet me mua, po ngrihet, shikohe. Edhe ti. Ma shiko Sabit. Do ta veshësh si duhet. Nuk e vesh unë. Sabiti nuk e vesh. Sabiti ka një triko. Ka? Nuk e vesh. Do ta veshësh. Mos më detyro ta them edhe një herë tani. Do të vesh. Unë nuk e vesh atë. Vishe, baje puloverin në dorë. Vajzë, unë kam diçka për të thënë.